Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Sahabiu I njohur Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu tregon se ishin në namaz me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasi që filloi namazi, erdhi një burr me vonesë në namaz. Dhe menjëherë sapo që hyri në namaz, tha Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu në madhëroj, shumë atë falëndëroj. Lavdrimi I takon Allahut në mëngjes dhe në mbrëmje. Pasi që përfundoi namazi, pejgamberi Allahut azza wa jalla ju drejtua namazfarësve dhe ju tha, kush ishte ai I cili e tha këtë edhe këtë fjalë? U ngrit burri dhe tha, unë o I dërguari I Allahut. Pejgamberi Allahut tha, ajibtu leha, futihat leha abwabu sema. Tha, çuditem me ato fjalë, sepse dyert e qiellit u hapën. Do thot, dyert e qiellit u hapën, u ngritën ato fjalë të lartë dhe Allahu I pranoi ato. Me një transmetim tjetër, po ashtu të njëjtë të Abdullah ibn Umerit që shënon Imam Nesaiu në librin e tij, thot Abdullahu që ishte një burr prapa pejgamberit Allahut azza wa jall. Dhe I tha këto fjalë, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu në madhëroj, shumë atë falënderoj. Qoftë I lavdëruar Allahu në mëngjes dhe në mbrëmje. Pejgamberi Allahu tha, kush I tha këto fjalë, u ngrit burri dhe tha, unë o I dërguari I Allahut. Pejgamberi Allahut ja ktheu dhe tha që 12 melek nxituan që ta shkruajnë, ta shënojnë dhe poshtu t'i ngrisin këto fjalë. Ky hadith, dietarët e hadithit e shënojnë në librat e tyre në kaptinën e hapjes së namazit. Do thot e shënojnë në duat, në lutjet që ne I themi në namazin ton, pasi që fillojmë me namazin ton më njëherë pas tekbirit fillestar. Pasi që themi Allahu Akbar, pastaj fillojmë me një lutje që është prej sunetit, që është traditë profetike, para se të fillojmë me leximin e suratul Fatiha. E një prej atyre lutjeve është edhe kjo lutje, sepse ky burr thuhet që këto fjalë I ka thënë më njëherë pasi që e ka thënë tekbirin fillestar. Dhe poshtu këto fjalë I ka thënë me një zëm më të lartë, shkaku I vonesës së tij që e ka pas për në namaz, dhe pasi që ka hyrë duke u ngut që ta arrije namazin prej fillimit, kur ka hyrë mbënjëherë brenda, e ka thënë do thot këtë fjalë ose I ka thënë këto fjalë me zë pak me ton më të lartë derisa e dëgjoi edhe pejgamberi I Allahut azza wa jall. Pejgamberi Allahut në këtë rast nuk e qortoi, përkundrazi, pejgamberi Allahut e lavdroi dhe I pohoi ato fjalët e tij. Madje u çudit sepse garuan melek që t'i shënojnë dhe poshtu t'i ngrisin lart tek Allahu azza wa jall. Prej dobive të këtij hadithi që e cekin dietarët është që disa adhurime, përveç se që I shënojnë melekët që janë melekët shënues të veprave, ka dhe melekçer që shënojnë vepra të tjera. Do thot, janë disa adhurime, disa vepra, disa fjalë që melekët garojnë dhe numri I tyre nuk është vetëm se ato dy që janë çdo herë me ne dhe I shënojnë ato vepra, po numri I tyre është edhe më tepër sikurse është rasti I këtyre fjalëve, shkaku I vlerës dhe domethënies së madhe që e kanë ato vepra apo ato fjalë. E ato garojnë që kush t'i shënojë e para, edhe pastaj t'i ngrisin tek Allahu azza wa jall. Dobi tjetër prej këtij hadithi është që dyert e qiellit hapen pas ezanit. Enesi ose në fakt e transmeton një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi Allahut I tha nudiye bis sala futihat abwabu sema wastujiba dua. Thot pejgamberi Allahut kur thirr ezani për namaz, hapen dyert e qiellit dhe pranohet lutja. E do thot që ky hadith na bën me dije që dyert e qiellit po hap kanë edhe pas thirrjes së namazit. Do thot, pas ka dhe dyert qera që hapen pasi që thirrën namazi ose pasi që thirrën fakt ezani për faljen e namazit, pasi që të fillojmë me faljen e namazit sikurse ishte rasti I këtij sahabiut. Po ashtu prej dobive është që pejgamberi Allahut e lavdroi këtë sahabi haptazi para qerve, para masës. Dhe këtë e veproi pejgamberi Allahut shkaku I fjalëve të mira që I tha ky njeri. Dhe shkaku I veprimit mirë që e bëri ky njeri. Me këtë e pohoi pejgamberi Allahut veprimin e tij
dhe poshtu ja bëri me dije atyre qerve të pranishve që lejohet që thuhen edhe këto fjalë që i tha ky njeri, dhe poshtu ne dimi gjithë që xhamia e pejgamberit Allahut shërbente si qendër islame, sepse nuk ka pas në atë kohë qendra tjera përveç se xhamisë e pejgamberit Allahut, ku njerëzit tu bëshin nga vise të ndryshme. Vinin atje, mësonin nga feja Allahut, qëndronin me pejgamberin Allahut disa ditë ose një periudhë, pastaj ktheheshin në familjet e tyre ose në vendet e tyre, e përhapnin islamin dhe njerëzve u mësonin fen ashtu siç i mësonte ata pejgamberi Allahut. E me këtë pejgamberi Allahut u mësoi atyre edhe këtë gjë që ata kur të kthehen pastaj në viset e tyre, tu mësojnë njerëzve këtë luqe, sepse ndoshta kishte mundësi që më mos takohen me pejgamberin Allahut, atëherë nuk ka pas mjete transporti sikurse sot, dhe poshtu mjete komunikimi sikurse sot, as dasht me ditë dhe me net që të udhtohet, udhimi ka qenë i rënd, i vështirë, e kështu që ata e kanë shfrytzuar çdo moment dhe çdo çast dhe çdo ndodhi e cila ka ndodhur në mesin e tyre, që ata më njëherë ta marrin, ta shënojnë dhe pastaj ta përcjellin në xhirin e tyre ose në viset për ku vinin ata. Poshtu prej dobive të hadithit tjetër është që Abdullah ibn Omeri, transmetuesi i hadithit, e vazhdon në fund dhe e cek në fund të hadithit që prej asaj dite kur e dëgjova pejgamberin Allahut duke i thënë ato fjalë, unë nuk i lash këto fjalë pa i thënë. Do thotë, Abdullah ibn Omeri kur e ka dëgjuar pejgamberin Allahut azza wa jall se i lavdroi ato fjalë, Abdullah ibn Omeri prej asaj dite çdo herë në namazin e tij i ka thënë këto fjalë. Prej asaj dite më nuk e ka praktis. Abdullah ibn Omeri ka qenë i dalluar në mesin e sahabive. Abdullah ibn Omeri ka qenë prej atyre që çdo herë e ka pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çdo herë është mundu në çdo gjë. Ku e ka po pejgamberin Allahu duke vepruar diçka ka vepruar. Pastaj kur e ka po diçka që e ka thënë edhe e ka thënë. Kur e ka po që diku ka qëndru, është ul dhe pastaj është ngrit, ka shku njëjtë Abdullah ibn Omeri është ul në atë vend, pastaj do thotë është ngrit. Kështu ka qenë ky njeri. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e ngriti shkaku i devotshmërisë së tij dhe shkaku i gjithë atyre virtyteve që kishte ky njeri. Kështu ishin edhe qertë normalisht, e pasonin pejgamberin Allahu dhe kur e dëgjonin pejgamberin Allahu duke thënë për diçka, thonin që më nuk do ta praktisin më, dhe ashtu ndodhte deri në fund të jetës së tyre, ata e veprojnë ashtu duke e ndjekur kështu rrugën e pejgamberit Allahut. E ne shpresojmë edhe ne ta ndjekim këtë rast me këtë hadith rrugën e pejgamberit Allahut, pasi që me lenin Allahut do të flasim gjërë e gjatë rreth këtij hadithi dhe rreth domethënies së hapjes së dyerve. Si dobi e gjashtë është që kjo luqe që është sek në këtë hadith është një prej mjeteve që i mundson njeriu që të hapen dyert e qiellit. Do thotë që dyert e qiellit po hapkan. Mirë po, si hapen ato? A hapen ato? Sa dyer janë ato? Kur hapen ato? Cilat janë çelësat që i hapen ato dyert? Kush është i privuar që t'i hapen ato dyer? Dhe pasi që hapen ato dyer, çfarë ndodh? Dhe si ndodh? Gjitha këto me lenin Allahut do t'i trajtojmë në këtë zinxhir të ligjëratave që do t'i bëjnë të shkurtra me lenin Allahut, që ta shohim se si hapen dyert e qiellit. Kujt i hapen ato? Dhe si hapen ato? Dhe pasi që hapen, çfarë do të ndodhe me ato dyer? E me lenin Allahut deri atëherë, ju lutem të përshëndetur. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh.